Zonja e zotrinj, ju përshëndes, unë jam Arlin Disa, do t'jemi bashkë në lajmet e orës 15 këtu në Report Televizion. Do t'jemi me njërë me titut kryesor. Tre ditë pas vrasjes e italianit Edoardo Sarki në Tepelen, policia zbulon autorin dhe e shpall në kërkimet. Motivi duket krejtësisht banal, zënk e momentit për dritat e gjata. I dyshuari Kamber Sulçaj, 48 vjeç nga fshati Mesaplik i Vlorës, qëlloi me armë ndaj italianit dhe braçve që e shoqëronin atë. Policia gjen në një stand dyrbi, ndërsa në banesat e vlonjatit dhe familjarëve sekuestrohen 25.000 euro armë gjao, kanabis dhe 2 kasaforta. Pezullohet shkarkimi i Erion Veliajt. Ankimimi nga ana e Kryebashkiakut në gjykatën kushtetuese bën që vendimi i marrë 4 ditë më parë nga qeveria të mos mund të hyjë në fuqi. Bllokohet dhe synimi i socialistëve për të organizuar sa më parë zgjedhjet parakohshme në Tiranë. Berisha e gjen arsyen tek dështimi, sipas tij një marrëveshje Veliaj Rama, ndërkohë në gjykatën e posaçme sot u shtyë dhe seanca paraprake në ngarkim të Kryebashkiakut. Prokuroria e Tiranës sekuestroi 13 pasuri të paluajtshme dhe 5 llogari bankare në pronësi të noteres Sanja Tel Hallari, mes të cilave një vilë luksoze në kompleksin Rolling Hills. Dyshohet se të ardhurat i ka përfituar nga aktiviteti kriminal i bashkëshortit Klodian Porja, i dënuar për shfrytëzim prostitucioni. Pensionet në qytet do t'jenë 490 lek më të larta në muaj, ndërsa ato rurale me 296 lek, duke filluar nga tetori, kur do të bëhet indeksimi i tyre. Report Televizion mëson se indeksimi këtë vit do të jetë 2.5% dhe pritet miratohet brenda pak ditësh nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe Këshilli i Ministrave. Zgjedhjet në Moldavi u panë si një përballje midis Evropës dhe Rusisë dhe fitoria e partisë pro-evropiane e presidentes Maja Sandu lehtësoi Brukselin. Liderët e Bashkimit Evropian uruan fitoren, ndërsa partia pro-ruse hodhi akuza se votuesit e saj u penguan të votonin dhe ka paralajmëruar protesta. Flamurtari vijon me humbjet në Superligë edhe pse në ndeshjen e fundit u kthyet luante në Vlorë pas rekonstruksionit të stadiumit. Trajneri Garcia në rrezik shkarkimi thotë se lojtarët e tij u treguan emocional kundër Ignatias. Fitore mori edhe Vllaznia, ndërsa pas javës së 5 kampionati udhëhiqet nga Elbasani. Filmime dhe fotot të cilat i përkasin Universitetit Politeknik të Tiranës, pjesë e trashëgimisë filmike shqiptare, do të dalin për herë të parë në dritë pasi t'i nënshtrohen një procesi digitalizimi, firmoset marrëveshja me arkivin e filmit. Identifikohet dhe shpallet në kërkim autori dyshuar i vrasjes italianit Edoardo Sarki në Tepelen pas mesnatës e 26 shtatorit. Kamber Sulçaj, 48 vjeç, nga fshati Mesaplik i Vlorës, sipas policisë fillimisht është konfliktuar verbalisht me Edoardo Sarkin dhe me Eqerem Braçin dhe 2 djemtë të tij. Më pasi dyshuari ka qelluar me armë dhe në drejtim të tyre dhe automjeteve në aksin Nivic-Salari. Policia thotë se konflikti është për motive të dobta. Gjatë kontrolleve, policia gjeti të fshehura në një stan në një zonë të thellë malore midis fshatrave Nivic dhe Bolen, automjetin dhe veshjet që dyshohet se ka përdorur 48 vjeçari gjatë kryerjes së krimit. Në këtë zonë gjithashtu u gjetë e hedhur në shkure një çantë me 2 dulbi, një mbajtëse arme dhe një elektrik dore. Në shtëpinë e 48 vjeçarit mëtej dhe në banesat e familjarëve të tij në fshatin Mesaplik dhe në Vlorë, u gjetën rreth 25.000 euro, 3 armë gjahu me municion luftarak, saçme dhe vjaska, 450 fara kanabisi dhe 2 kasaforta të mbyllura. Ndërkohë në vendngjarje policia sekuestroi 2 automjetet e italianit dhe personave që ndodheshin me të përgjye e tij, si dhe 2 armët e tyre të gjahut. Sipërmarrësi italian Edoardo Sarki, që prej ditës së diel prehet në varrezat e Tufinës në Tiranë, mes dhimbjes dhe shumë pikpyetjeve mbi rrethanat e vrasjes së tij, 24 vjeçari u përcoll për në banesën e fundit në praninë e 150 personave, familjar, miq dhe bashkëpunëtor.
Italianit e vrarë mes natën e së premtes në fshatin Salarit e Tepelenës, Edoardo Saki u dha lamtumira e fundit te varrezat publike në tufin të Tiranës, nga familjar të ngushtë, nga bashkëshortja me të cilën ka 2 fëmijë, si dhe nga miq nga Italia. Eduardo Sarki, me origjinë nga Vareze, prej 20 vitesh kishte nisur jetën në Shqipëri, jo vetëm si sipërmarrës duke administruar kompaninë e themeluar nga xhaxhai i tij Augusto Nidoli, por këtu krijoi edhe familje, duke u martuar me një shqiptare nga Fushkruja. Rreth 150 persona morën pjesë në ceremoninë e tij mortore. Bashkëshortja Majlinda Taga, familja e saj nga Fushkruja, kolektivi i punës në Tegola e Dilcentro e përcollën atë për në banesën e fundit. Vdekja e tij nga një plumbi vetëm në këmbë i shtën nga një armë zjarri, jo çifte siç rezultoi nga autopsia, ka lënë pas tek familjarët e tij në Itali tronditje dhe mosbesim tek autoritetet, të cilat ende nuk kanë zbuluar se çfarë ndodhi të afërmit të tyre. Ricardo Barbieri, kushëri i Sarkit, pronari një bed and breakfasti në zonën e Varezës, ngre dyshime se ka ndodhur një grindje me familjen Braçi, e qeremin dhe 2 djemtë e tij. Motra e tij në Itali, siç kushëriri tregon për mediat në shtetin fqinj, thotë se nuk mundi të mbërrijë në kohën në Shqipëri, të paktën për të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit. 3 vite më parë, Sarki kishte humbur baban. Një kuror me lule në banesën e tij të fundit në Tufin i është lënë edhe nga një familje italiane. Në Shqipëri, Sarki kishte rrugtuar bashkë me kushërinjt me të cilët nisi të punonte 20 vite më parë. Stafi që punoi për vite me të në Tiranë e përshkruan një njeri të qetë e të sjellshëm. Prokuroria e Tiranës sekuestroi 13 pasuri të paluajtshme dhe 5 llogari bankare në pronësi të noteres Sanja Telhallari, mes të cilave një vilë luksoze në Rolling Hills. Kjo vilë dykatëshe në një prej zonave më luksoze dhe të lakmuara të Tiranës, Rolling Hills, në pronësi të noterës 35 vjeçare, Sanja Telhallari, është në mesin e 18 pasurive me vlerë 3 milion euro të sekuestruara nga Prokuroria e Tiranës, mbi dyshimet se rrjedhin nga aktivitetet kriminale. E vendosur mes vilave të tjera, kjo pronë bie në sy për luksin, e pajisur me pishin dhe lehtësi të tjera rreth e përqark. Përveç saj, përmes operacionit në nënshkrimi u sekuestruan edhe 12 prona të tjera të paluajtshme, kryesisht apartamente dhe biznese në Tiranë, si dhe 5 llogari në banka të nivelit të dytë. Burimet i thanë në Report TV se vetëm para nëpër banka noteres së luksit ju gjetën dhe sekuestruan të paktën 200.000 euro, po ashtu të ardhura krimi. Seksioni për hetimin e pastrimit të parave pranë policisë të Tiranës nisi hetim për Telhallarin pas një ngjarje të ndodhur në zonën e Astirit më 15 gusht 2023 në tentativën për vjedhjen e makinës së saj të luksit, Mercedes-Benz G-Class, teksa ajo ishte në një kafe. Nga aty nisën dyshimet se Telhallari nuk mund të justifikonte pasurit marramendse që kishte në pronësi nga hetimi në vijim. Rezultoi si gjatë 11 viteve të fundit nga 2013, kur ishte vetëm 22 vjeçe, deri në 2024, Sanja Telhallari ka kryer një numër të konsiderueshëm transaksionesh për blerjen e këtyre pasurive të paluajtshme, apartamente, dyqane, vende parkimi dhe vilën e kompleksit në Rolling Hills. Investimet e saj vijuan në makina të shtrenjta, të cilat nuk justifikoheshin nga të ardhurat ekonomike prej punës si notere. Prokuroria dyshon se një pjesë e parave të përdorura për blerjen e pasurive të saj, sot të sekuestruara, janë të ardhurat të paligjshme të ish bashkëshortit Klodian Porja, i cili rezulton në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane, i dënuar me 21 vjet burg për shfrytëzim prostitucioni. Autoritetet dyshojnë se në pronësi të Sanja Telhallarit janë edhe disa prona të tjera në jug të vendit me kontratë pronësie dhe jo certifikat në emër të saj, të cilat po verifikohen dhe në vijim mund të ketë vendim për sekuestro. Telhallari, e cila rezulton të ketë ndryshuar edhe emrin vite më parë, duke e bërë nga Sonja në Sanja, shpesh shihej në rrjet duke reklamuar jetën luksoze. E njëjta vilë që u sekuestrua sot në Rolling Hills, Sanja Telhallarit i është grabitur disa muaj më parë nga persona ende të paidentifikuar. Burime pranë policisë konfirmojnë se noterja milionere ka bërë denoncim ku ka pretenduar se janë marrë të paktën 3 çanta me sende me vlerë dhe para, por pa dhënë detaje të plota të shumave. Mediat.com më vonë shkruanin se autorët e grabitjes dyshohet të kenë pasur dieni të plot për sendet me vlerë dhe besohet se janë marrë të paktën 500.000 euro.
Pezullohet shkarkimi Erion Veliajt. Ankimimi nga ana e Kryebashkiakut në gjykatën kushtetuese bën që vendimi i marrë 4 ditë më parë nga qeveria të mos hyjë në fuqi. Erion Veliaj nuk mundi të pajtohet as me votën e Këshillit Bashkiak që propozoi shkarkimin e tij, dhe as me vendimin që pasoi firmën e kryeministrit Edi Rama që zhvishte atë nga kostumi i qytetarit të parë të Tiranës. Ankimimi në gjykatën kushtetuese që automatikisht lë pezull shkarkimin ishte një akt i paralajmëruar i Kryebashkiakut ndaj procesit të nisur nga partia e tij dhe vetë kryeministri. Vendimi i Veliaj dëshmon një thyerje tashmë të qartë të marrëdhënieve të tij jo vetëm me PS-n, por edhe vetë synimi të cilit për zhvillimin sa më shpejt të zgjedhjeve të parakohshme në Tiranë mbetet për momentin vetëm një dëshirë. Veliaj pretendon për një proces të parregullt ligjor, pasi thot se jo vetëm që nuk ka shkelje të provuara, por edhe mungesa e tij në punë që u bë shkak për shkarkim nuk varej nga vullneti i tij. Mungesa e kryetarit të bashkisë për shkak të një pamundësie objektive të shkaktuar nga paraburgimi nuk përmbush kriterin kushtetues të shkeljes së rëndë. Neni 62, interpretuar së bashku me nenin 115 të kushtetutës, e parashikon mungesën si shkak shkarkimi vetëm kur është i pajustifikuar. Madje Veliaj i kujton gjykatës kushtetuese se lënia në fuqi e vendimit të qeverisë do të përbënte një shkelje të rëndë të kushtetutës. Nëse do të pranohej e kundërta, atëherë do të kishim të bënim me një normë ligjore antikushtetuese, pasi ligjvënësi do të kishte shtuar një shkak të ri për shkarkimin e kryetarit të bashkisë. Por për sa kohë mund të kemi një vendim nga gjykata kushtetuese që do të qartësonte edhe situatën politike për kryeqytetin. Kushtetuesja ka 2 precedent në lidhje me shkarkimin e kryetarëve të bashkisë. I pari është ai për shkarkimin e Shukri Xhelilit, ish kryebashkiakut të Dibrës në 2016, kur kushtetuesja doli me një vendim në favor të qeverisë brenda 6 muajve, ndërsa i dyti lidhet me shkarkimin e ish kryetarit të VAU të Dejës, Zefilës, i cili zgjati 2 vite. Kila ankimoi vendimin e qeverisë në 2019, por gjykata u shpreh në 2021 duke rrëzuar vendimin e qeverisë e duke i dhënë të drejtë Zefilës me një argument të njëjtë me atë që ka përdorur edhe Erion Veliaj, e drejta për një proces të rregullt ligjor dhe për t'u dëgjuar para vendimarrjes së shkarkimit. Për çështjen e Kryebashkiakut, gjykata veproi me një shpejtësi të pazakon, duke caktuar brenda 3 orësh nga momenti i dorëzimit dhe relatoren, gjyqtaren Sonila Betja. Ditën që firmosi shkarkimin e Kryebashkiakut, qeveria njoftoi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për vakancën, një akt thjesht formal pasi zyrtarisht në raste të tilla njoftohet presidenti, i cili shpall edhe datën e zgjedhjeve. Dhe nga zyra e kreut të shtetit deklarojnë se deri më tani nuk ka asnjë shkresë nga qeveria. Rama me sa duket nuk e ka pritur lëvizjen e Veliajt, përsa kohë eci me logjikën e faktit të kryer, duke njoftuar dhe kandidatën për zgjedhjet e parakohshme në kryeqytet, e madje duke nisur dhe punën për fushatën. Të bindur se rrjedha e ngjarjeve do të ishte ajo e paracaktuar nga kryeministri, edhe Partia Demokratike nisi përpjekjet për gjetjen e një figure përbashkuese me të gjithë faktorët opozitar. Por, të dyja palët tani do të duhet të presin. Pensionet urbane do t'jenë 490 lek në muaj më të larta, ndërsa ato rurale me 296 lek duke filluar nga tetori, kur do të bëhet edhe indeksimi i tyre. Pensionet do të indeksohen me vetëm 2.5% në muajin tetor. Kaq ka rezultuar indeksi i çmimeve të konsumit të shportës së madrave dhe shërbimeve për pensionistët, i përllogaritur nga Instituti i Statistikave. Me këtë indeksim që pritet të marrë vullën nga Këshilli Administrativ i Institutit të Sigurimeve Shoqërore dhe më pas nga Këshilli i Ministrave, pensionet urbane të pleqërisë shtohen me afër 490 lek në muaj. Nëse marrim si referencë, vlerën mesatare të kësaj kategorie që në fund të 2024 ishte 19.609 lek, ndërsa për pensionet rurale shtesa është 296 lek, pasi pensioni mesatar rural ishte 11.878 lek në fund të 2024. Kjo nuk konsiderohet rritje pensionesh, por vetëm kompensim për çmimet e rritura gjatë periudhës 2024-2025. Indeksimi këtë vit është më i ulët se vjet, që ishte 4.1%, dhe shkak për uljen është rënja e inflacionit në raport me periudhën 2023-2024.
Shqipëria numëron në total 721.000 pensionistë, nga këto 630.000 janë pensione pleqërie urbane dhe 91.000 janë rurale. Në buxhetin e shtetit për këtë indeksim janë parashikuar 1.6 miliard lekë që do të alokohen në buxhetin e ISSH-s menjëherë pasi të nisë zbatimi i indeksimit të pensioneve nga muaji i ardhshëm. Prej vitesh qeveria e ka paralajmëruar se do të ketë një rishikim të skemës së pensioneve, me qëllim që të rriten pensionet më të ulta dhe të ketë zgjidhje për deficitin që ekziston në skemë, e që ka ardhur për shkak të numrit të ulët të kontribuesve në raport me përfituesit. Në fund të 2024, sipas të dhënave të Institutit të Sigurimeve, numri i kontribuesve ishte 843.000. Praktikisht, për të shlyer 100 pensione, kontribuojnë 118 punonjës. Pas Prishtinës dhe Hagës, veteranët e UÇK-s do të protestojnë në Tiranë më 17 tetor në mbështetje të ish-krerëve që ndodhen në paraburgim. Tirana do të jetë stacioni i radhës ku veteranët e UÇK do të protestojnë në mbështetje të ushtrisë çlirimtare dhe ish-krerëve të saj që ndodhen në Hagë me akuzat për krime lufte. Kreu i shoqatës së veteranëve të luftës së Kosovës sqaroi pse u zgjodh Tirana për protestën e radhës. Ushtria qendrore e Kosovës, unë e di që ju e dini, gjenezën e ka mu në Shqipëri, mu në këtë vend ku jemi sot në Tiranë. Kjo nuk është vetëm çështje e disa individëve, por është çështje e të gjithë neve, është çështje e dinjitetit, sakrificës dhe vërtetës sonë historike. Azgan Hakla, një nga organizatorët e kësaj proteste, bëri thirrje për pjesëmarrje të shqiptarëve jo vetëm nga Shqipëria. Sot është mision shumë i rëndësishëm i shqiptarëve dhe ju drejtohem me një thirrje tepër vllaznisht e shumë shqiptarisht. Të gjithë sot jemi UÇK. Gucati vlerësoi punën e Tiranës zyrtare në ndihmë të kauzës së UÇK dhe drejtësisë që kërkohet për ish-krerët e saj. Tirana është duke bërë shumë për pjesëtarët e ushtrisë së Kosovës, sidomos kryeministri Edi Rama. Ne e dimë se qeveria e Shqipërisë ka kërkuar një rezolut përbashkët Kosovë Shqipëri që ta kemi një rezolut që ta dërgojmë në Këshillin e Evropës, se ka të drejtë vetëm Shqipëria ta dërgon, ne s'kemi drejt si shteti i Kosovës, se nuk kemi ta ndarsuar. Po unë shpresoj dhe besoj si qeveria shqiptare nuk do të mungon fare në këtë drejtim, po të jap kontributin e vet. Në Hagë ka nisur mbrojtja e ish-krerëve të UÇK në procesin gjyqësor ndaj tyre, për të cilin ata ndodhen në paraburgim prej 5 vitesh. Thaçi dhe të tjerët akuzohen për krime lufte, ndërsa mbrojtja e tyre pritet të përfundojë rreth mesit të muajit nëntor. Filmime dhe foto të cilat i përkasin Universitetit Politeknik të Tiranës, pjesë e trashëgimisë filmike shqiptare, do të dalin për herë të parë në dritë pasi t'i nënshtrohen një procesi digitalizimi. Mira materiale të çmuara, ndërviten e errësirën e arkivave të Universitetit Politeknik të Tiranës do të dalin në dritë për herë të parë. Filma në 35 mm dhe 16 mm, mira foto historike, sot rrezikuara për shkak të kohës dhe kushteve teknike jo të mira, do t'i nënshtrohen një procesi digitalizimi dhe pastrimi pas marrëveshjes së firmosur mes Universitetit dhe Arkivit Qendror të Filmit. Universiteti Politeknik i Tiranës, që më përpara ka qenë Universiteti i Tiranës, ka pasur një laborator filmi dhe laborator fotografie, e cila pasqyronte gjithë aktivitetin e universitetit që nga themelimi deri në ditët tona. Këtë arkiv ne disponojmë sot si Universitet Politeknik dhe e ruajmë në kushtet që e ruajmë ne sot. Prandaj ne falenderojmë Arkivin Qendror të Filmit Shqiptar për ndihmën që do japi për digitalizimin e këtij arkivi. Në fund, të gjitha materialet që do të digitalizohen do të jenë në shërbim të universitetit. Është një nismë që do të vazhdojë pas Universitetit të Tiranës, do të vazhdojë edhe me arkiva të tjera që kanë problemet e tyre, por që nuk janë evidentuar ashtu siç duhet ende sot. Materialet përmbajnë jetën social-kulturore shqiptare. Pjesë e këtyre materialeve janë dhe disa xhirime me ngjyra apo fotografi dëshmi të kohës. Materialet nuk janë vetëm filmike, po janë dhe negativ të fotografisë, çka ata kanë skanuar dhe kanë një databazë të materialit të fotografisë në pozitiv, negativin e kanë të paprekur. Pra është një risi, sepse përveç se do marrin kualitet të aktiviteteve ndër vite që ka bërë Universiteti i Tiranës, do jetë edhe një
pasuri për arkivin, sepse duke qenë se është institucion qendror, e mira është të dokumentohen dhe të ruhen në si gjurmë të historisë së Shqipërisë. Materialet që do të përftohen nga ky proces do të jenë në dobi edhe të shoqërisë shqiptare dhe të huajve, të cilët kanë interes për veprimtarinë sociale, kulturore dhe politike të shoqërisë shqiptare ndër vite. Një diplom e njohur ndërkombëtarisht dhe studentë shqiptarë të huaj që kanë zgjedhur të studojnë në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë e kanë shndërruar këtë të fundit në një nga universitetet më elitare në vend. Më shumë nga ky material do të ndiqni më njëherë pas siglës së lajmeve, këtu kemi mbritur në fund bashkë. Mirupafshim. Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë diplomoi brezin e 14 të studentëve. Në ceremoni morën pjesë 10 personalitete të njohura nga bota akademike, politike dhe komuniteti biznesit. Presidenti i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë nxiti të sapo diplomuarit të kontribuojnë për të ardhmen europiane të vendit, duke zgjedhur Universitetin Mesdhetar. Kjo në funksion të objektivit që në vitin 2030 Shqipëria të jetë pjesë e BE-s me të drejta plotë. Ne dhe ju së bashku duhet jemi pjesë e këtij procesi, sepse me ju, me kontributin tuaj, ky qëllim do bëhet realitet. Duke u ndalur te punësimi dhe ndërkombëtarizimi, Angjeli nxiti të rinj të ndjekin studimet në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë. Mbi 14.000 të diplomuar tanë, ndër vite, unë dua t'ju garantoj se 85% e tyre janë punësuar brenda 6 muajve nga diplomimi. Ndërkombëtarizimi i Universitetit Mesdhetar përfshin edhe njohjen e diplomës ndërkombëtarisht dhe lajmi i mirë gjithashtu është fakti se tashmë Universiteti Mesdhetar ka hapur dyert edhe për studentë të huaj që kanë përzgjedhur nga vende të ndryshme të rajonit dhe të botës. Me një thirrje të fortë për të mos u larguar nga Shqipëria, ceremoninë e përshëndeti edhe shkrimtari dhe politikani i njohur Ben Blushi. Mos ikni nga Shqipëria. Kjo është vetëm gjë që ju si brez keni të dërin doni, mos ikni nga Shqipëria. Mos ikni nga Shqipëria dhe mësoni sepse kushtet për mësuar, kushtet për punuar, janë më të mira se të gjitha generalet përpara jush. Rektori i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, Ardian Civici, gjithashtu ftoi studentët të mos ndalen në thellimin e dijes. Në një botë që ndryshon me ritme të shpejta, universitetet duhet të jenë fener orientues, duke përgatitur profesionistë që nuk ndjekin thjesht zhvillimet ekonomiko-sociale, shkencore dhe teknologjike, por i udhëheqin dhe vendosen në krye të drejtimit të tyre. Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë ka qenë dhe mbetet i përkushtuar në këtë mision. Universiteti Mesdhetar ka hyrë në vitin e 17 nga themelimi, duke u kthyer në një nga universitetet më elitare në vend.